Ai u shfaq në një program talentesh I veshur me rroba të thjeshta dhe bëri një kërkesë të pazakonshme. Nëse këndoj mirë, a do të më jepni një pjatë ushqim? Askush nuk e priste që ai moshuar të fshite një sekret kaq të jashtëzakonshëm. Studioja e programit hyje në kërkim të ëndrave gumëzhinte nga energjia karakteristike e një transmetimi live. Dritat shumë ngjyrëshe vallëzonin mbi skenë, ndërsa publiku priste me padurim paraqitjen e radhës. Moderatorja më e dashur e televizionit shqiptar, Katia Mendoni, rregullonte mikrofonin dhe rishikonte në mendje pyetjet që do t'u bënte kandidatëve të ardhshëm. Gjithçka dukej si një mbrëmje e zakonshme talentesh, të paktën kështu mendonin të gjithë. Në anën e djathtë të skenës, një figurë e papritur tërhoqi vëmendjen e sigurimit. Një burr I moshuar me flokë gri, I veshur me një këmishë të zbehur por të pastër, pantallona të qepura me kujdes dhe këpucë që kishin përshkuar shumë rrugë. Ai vështronte gjithçka me sy që shkëlqenin nga admirimi. Nuk dukej se I përkiste atij ambienti plot drita dhe shkëlqim, por kishte diçka në qëndrimin e tij që tregonte një dinjitet të palëkundur. Zotëri, nuk mund të qëndroni këtu, tha shefi I sigurisë, Roberti, duke ju afruar me një ton të sjellshëm, por të prerë. Kjo zonë është vetëm për pjesëmarrësit e regjistruar. Plaku buzëqeshi me një butësi që çarmatoste çdo kundërshtim. Quhem afërim dhe do të doja shumë të merrja pjesë në program. Kam diçka të veçantë për t'ju treguar. Roberti vështroi përreth, dukshëm I vënë në siklet. Ishte e qartë që ai burr nuk kishte kaluar asnjë proces për zgjedhje. Nuk ishte në listë, nuk kishte ekip produksioni dhe padyshim nuk përputhej me profilin tipik të kandidatëve të zakonshëm. Zotëri afërim, tha Roberti, duhet ta kuptoni që programi ka rregulla. Nuk mund të shfaqeni thjesht këtu dhe të performoni. E di që po thyej protokollin, u përgjigj afërimi me përulësi. Por nuk kam shumë kohë apo mjete për të ndjekur gjithë ato procedura. Dua vetëm një mundësi për të treguar se ende kam diçka për të dhënë. Në atë çast, Katia, e cila po kalonte pas skene për të kontrolluar detajet e fundit para rikthimit në transmetim, dëgjoi bisedën. E intriguar, u afrua. Kishte diçka në zërin e atij burri që e preku thellë. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti ajo. Roberti shpjegoi shkurt situatën. Katia e pa afërimin në sy dhe menjëherë ndjeu diçka të veçantë. Nuk kishte dëshpërim, as hutim, vetëm shpresë e pastër dhe një vendosmëri e qetë. Zotëri afërim, tha ajo me zërin e saj të ngrohtë, çfarë dëshironi saktësisht të bëni në program? Afërimi mori frym thellë, si dikush që po përgatitej të zbulonte diçka shumë të rëndësishme. E di që pamja ime nuk impresionon askën. Nuk kam profilin e pjesëmarrësve që zakonisht ftoni. Por kam një propozim ndryshe. Çfarë propozimi? Pyeti Katia, sinqerisht e interesuar. Nëse këndoj mirë, a do të më jepni një pjatë ushqim? Heshtja që pasoi ishte e thellë. Roberti, I cili po përgatitej ta largonte, u ndal në vend. Katia u shtang. Nuk ishte një kërkesë për famë, para apo kontrata. Ishte thjesht ushqim. Një pjatë ushqim. Një pjatë ushqim, përsëriti ajo, për të siguruar se kishte dëgjuar saktë. Po, zonjë, tha ai. Nuk ka nevojë për asgjë të veçantë. Vetëm aq sa të shuaj urinë. Kanë kaluar 2 ditë pa një vakt të plotë. Fjalët e tij e goditën Katin drejt për drejt në zemër. Në gjithë vitet e saj në televizion, kishte parë njerëz që kërkonin pasuri, lavdi, luks. Kur ushqim. Drejtori I programit, Danteli, u afrua I shqetësuar. Katia I shpjegoi gjithçka. Ai hezitoi, por diçka në qetësinë e afërimit e bëri të ndalonte. Zotëri afërim, tha ai, e kuptoni që jemi live dhe miliona njerëz po na shohin? E kuptoj, u përgjigj plaku. Dhe pikërisht për këtë jam këtu. Ndoshta dikush atje jashtë ka nevojë të dëgjojë se kur nuk është vonë për të provuar përsëri. Pas një pauze të gjatë, drejtori I pranoi. Kur afërimi doli në skenë, studioja u mbush me një heshtje të pazakonshme. Katia e prezantoi dhe I kërkoi të përsëriste kërkesën e tij. Ai e bëri me të njëjtën sinqeritet. Juristët u prekën thellë. Njëri prej tyre, Karli Hoxha, I njohur për rreptësinë e tij, e pyeti nëse ishte serioz. Plotësisht serioz, u përgjigj afërimi. Muzika është e vetmja gjë që nuk më ka braktisur kurrë. Kur ai filloi të këndonte, ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Zëri I tij ishte I thellë, I ngrohtë, plot jetë dhe përvojë. Nuk ishte thjesht këngë, ishte histori, dhimbje, shpresë dhe besim I kthyer në melodi.
Publiku u emocionua. Juristët u ngritën në këmbë. Lot rridhnin pa u fshehur. Askush nuk lëvizte. Kur kënga mbaroi, studioja shpërtheu në duartrokitje. Por afërimi nuk kërkoi asgjë tjetër. Vetëm buzëqeshi. Sepse ai nuk kishte ardhur për famë. Ai kishte ardhur për dinjitet. Dhe kishte dhënë një mësim që askush nuk do ta harronte kurrë. Për disa çaste që dukeshin të përjetshme, askush nuk lëvizi. Ishte sikur të gjithë kishin nevojë për pak kohë për të përpunuar atë që sapo kishin përjetuar. Ajri në studio ishte i ngarkuar me emocion. Pastaj, ngadalë, Amanda Costa filloi të duartrokiste. Fillimisht vetëm ajo. Më pas, një person nga publiku ju bashkua. Pastaj një tjetër. Brenda pak çastesh, e gjithë studioja shpërtheu në një ovacion të fuqishëm. Njerëzit u ngritën spontanisht në këmbë. Britma miratimi jehonin nga të gjitha anët. Shumë prej të pranishmëve qanin hapur, të prekur nga një interpretim që kishte tejkaluar çdo pritshmëri. Por mes gjithë kësaj shpërthimi emocionesh, Carly Henrik qëndronte i palvizur. Ai shikonte fiks drejt Afërim Santosit me një shprehje tronditjeje të plodhë. E pamundur, murmuriti ai për vete, por mikrofoni e kapi qartë zërin e tij. Afërimi, që sapo kishte përkulur kokën me respekt për publikun, ngriti sytë dhe e pa Carlin me qetësi dhe kureshtje. Unë e njoh këtë zë, thiri Carly papritur, duke bërë që studioja të binte sërish në heshtje. Unë e njoh këtë zë diku, unë e njoh këtë zë. Fjalët e tij ranë mbi studio si rrufe. Duartrokitjet u ndërpren. Heshtja që pasoi ishte aq e dendur, sa dëgjohej vetëm zhurma e lehtë e kamerave që fokusonin fytyrat e të pranishmëve. Afërimi qëndronte në qendër të skenës, i qetë, sikur e kishte pritur këtë moment. Carly, për çfarë po flet? Pyeti Amanda, ende duke fshirë lotët nga fytyra. Carly u ngrit nga karrigja e jurisë sikur ishte goditur nga rryma. Duart i dridheshin ndërsa tregonte drejt afërimit. Këtë zë, këtë këngë. Zoti im, kjo nuk është e mundur. Maurici Silva, po aq i tronditur, ju afrua Carly. Po mendon të njëjtën gjë që po mendoj edhe unë? Po, Maurici. Po, u përgjigj Carly me zërin që i dridhej. Këtë këngë e njoh. Nuk është kur vonë për të filluar përsëri. Unë e njoh këtë këngë. Publiku filloi të murmuriste me zë gjithnjë e më të lartë. Telefona u ngritën në ajër. Disa po filmonin, të tjerë po shkruanin me ngut në rrjetet sociale. Studioja ishte në prag të një zbulimi historik. Moderatorja Katia Mendoni, gjithmonë profesionale, u përpoq të ruante qetësinë. Carly, Maurici, mund të na shpjegoni çfarë po ndodh? Carly zbriti nga vendi i jurisë dhe ju afrua skenës. Hapat e tij jehonin në studio, që tani ishte zhytur në heshtje absolute. Kur u ndal përballë afërimit, e pa drejt në sy. Zotëri, tha Carly me një zë më të ulët, por plot intensitet, më duhet të bëj një pyetje shumë të rëndësishme. Pyet, zoti Carly, u përgjigj afërimi me qetësi. Emri juaj. Emri juaj i plot? Studioja mbajti frymën. Afërimi buzëqeshi lehtë. Po. Emri im është Afërim Santos. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe shpërthyes. Carly vuri duart në kokë. Maurici nxori një britm mosbesimi. Amanda u ngrit në këmbë me sytë hapur nga tronditja. Nuk është e mundur, thiri Carly. Ti je Afërim Santos? Publiku shpërtheu në kaos të kontrolluar. Emri i tij po përmendej kudo, me zë të ulët dhe me britma. Kush është Afërim Santos? Pyeti Katia, duke u përpjekur të rikthente rendin. Maurici u afrua me nxitim. Katia, Afërim Santos ishte një nga këngëtarët më të mëdhenj të vendit. Ai shiti miliona disqe. Ishte një ikonë e muzikës. Ishte? Pyeti Amanda ende e tronditur. Ishte, tha Carly me lot në sy. Dhe pastaj u zhduk. Askush nuk e dinte çfarë kishte ndodhur me të. Kamera fokusoi fytyrën e Afërimit. Ai mbeti i qetë, pa asnjë shenjë befasie. Është e vërtet, tha ai me thjeshtësi. Unë isha këngëtar. Patëm sukses për një kohë. Por kjo ishte shumë kohë më parë. Shumë kohë më parë, bërtiti Maurici. Ti ke kënduar këngë që i njeh i gjithë vendi. Disa njerëz nga publiku filluan të këndonin me zë të ulët njërin prej këngëve të tij të famshme.
Brenda pak qastesh, gjysma e studios po këndonte së bashku, duke krijuar një moment të paharrueshëm. Amanda ju afrua afërimit me hapa të pasigurt. Këngët e tua kanë qenë pjesë e rinisë sime, i tha ajo me zë të dridhur. Kjo më bën shumë të lumtur, u përgjigj afërimi. Gjithmonë kam kënduar për të qenë pjesë e jetës së njerëzve. Carly bëri pyetjen që të gjithë donin të bënin. Afërim, çfarë ndodhi? Si kalove nga ikon kombëtare në të kërkuarit ushqim në këmbim të një kënge? Afërimi mori frym thellë. Është një histori e gjatë, tha ai. Katia ju drejtua me emocion. I gjithë vendi po të shikon. Ata meritojnë ta dinë historinë tënde. Afërimi shikoi drejt kamerës. Nuk jam këtu sepse humba gjithçka, tha ai me një forcë të qetë. Jam këtu sepse gjeta diçka shumë më të vlefshme se çdo sukses që kam pasur ndonjëherë. Studioja u mbush me heshtje të thellë. Nuk ka rëndësi sa disje shet apo sa para ke, vazhdoi ai. Ka rëndësi sa zemra prek dhe nëse arrin të mbetesh njeri kur gjithçka tjetër rrëzohet. Ai ndaloi për një çast dhe shtoi, ndonjëherë duhet të humbasësh gjithçka për të zbuluar kush je në të vërtetë. Dhe kjo është historia që dua t'ju tregoj. Zëri i tij dridhej nga emocioni kur pyeti nëse kishte kaluar kaq shumë vite. Ai tregoi se çfarë kishte bërë gjatë gjithë atyre viteve. Ai kishte kënduar në spitale për njerëz që po përballeshin me dhimbje dhe sëmundje. Kishte kënduar në strehimore për fëmijë që kishin humbur shpresën. Kishte kënduar në shtëpi pleq për të moshuar që ndiheshin të harruar nga bota. Dhe kishte zbuluar se çdo buzëqeshje që arrinte të sillte vlente më shumë se të gjitha duartrokitjet që kishte marrë dikur në stadiume të mbushura plot. Studioja ishte mbuluar nga një heshtje e shenjtë, edhe teknikët pas skenës kishin dalur së punuari për të dëgjuar çdo fjalë. Për këtë arsye ai ishte aty sot. Ai shikonte drejt kamerave dhe tha se nuk kishte ardhur për të kërkuar mëshirë apo ushqim nga dëshpërimi. Kishte ardhur për të treguar se, pavarësisht sa poshtë mund të bjerë një njeri, gjithmonë ekziston një qëllim më i madh. Kishte ardhur për të provuar se talenti i vërtet nuk zhduket kur parat mbarojnë. Moderatorja e pyeti nëse i mungonte fama, suksesi apo njoja. Ai buzëqeshi me një qetësi që vinte vetëm nga përvoja dhe dhimbja e jetës. Tha se ajo që i mungonte më shumë ishin fëmijët e tij. I mungonte t'i përqafonte dhe t'u thoshte se i donte pa kushte. I mungonte të ishte baba, jo të ishte i famshëm. Në atë moment, telefoni i moderatores filloi të binte pa pushim. Ajo hodhi një vështrim dhe fytyra e saj ndryshoi menjëherë. Me zë që i dridhej nga emocionet, ajo i tha se kishte marrë një telefonat shumë të veçantë. I gjithë studioja u përkul për të dëgjuar. Dikush ishte në linjë dhe donte të fliste me të drejt për drejt. Kur ai pyeti se kush ishte, moderatorja e shikoi me lot në sy dhe i tha se ishte vajza e tij. Një heshtje e thellë pushtoi studion, sikur koha të kishte ndaluar. Ai qëndroi pa lëvizur për disa çaste, duke përpunuar fjalët. Vajza e tij donte të fliste me të. Ai pyeti me zë të dobët nëse ishte e vërtetë. Moderatorja konfirmoi dhe aktivizoi altoparlantin që e gjithë Shqipëria ta dëgjonte atë moment. Një frymëmarrje nervoze u dëgjua nga ana tjetër e linjës. Një zë femre, i brish dhe i mbushur me emocion, tha fjalën baba. Ai mbylli syt për një çast, sikur të donte të përthithte çdo tingull të asaj fjale që nuk e kishte dëgjuar prej kaq vitesh. Kur i hapi syt, ata shkëlqenin nga lotët. Ai u përgjigj me zë të dridhur, duke e pyetur nëse ishte vërtet ajo. Ajo tha se po e shikonte programin me fëmijët e saj kur e njohu zërin e tij. Në fillim mendoi se po imagjinonte gjëra, por kur kamera u fokusua në fytyrën e tij, ajo nuk kishte më dyshime. Ajo tregoi se kishte qarë aq shumë sa kishte friksuar fëmijët. Ata e pyetën pse po qante dhe ajo nuk dinte si t'u shpjegonte se sapo kishte gjetur gjyshin që nuk e kishin njohur kurrë. Zbulimi e goditi si rrufe. Ai kishte nipër dhe mbesa. Ai pyeti me zë që i thyej nëse ishte e vërtetë. Ajo i tha se kishte 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë, dhe se ata kishin sytë e tij. Ai vendosi dorën në gjoks, i mbingarkuar nga emocionet. Vajza vazhdoi dhe kërkoi falje. Tha se kishte qenë frikacake. Kur gjithçka u shemb dhe ai humbi gjithçka, ajo duhej të kishte qëndruar pranë tij. Duhej ta kishte përqafuar dhe ti kishte thënë se nuk kishte rëndësi nëse ishte i famshëm apo jo, ai ishte babai i saj. Lotët rridhnin lirshëm në fytyrën e tij ndërsa dëgjonte.
Ajo pranoi se kishte pasur frikë nga gjykimi i njerëzve dhe nga humbja e miqve. Kishte turp jo prej tij, por prej vetes. Kishte braktisur njeriun që i kishte mësuar të ecte, që i këndonte kur kishte frikë natën, që punonte pa pushim për t'i dhënë gjithçka. Ai i tha se kur nuk kishte ndjerë zemërim ndaj saj. Tha se çdo këngë që kishte kënduar në rrugë, e kishte kënduar duke menduar për të dhe për familjen. Çdo njeri që kishte ndihmuar, e kishte ndihmuar me shpresën se dikush do të bënte të njëjtën gjë për ta nëse do të kishin nevojë. Ajo e pyeti nëse e falte. Ai u përgjigj se nuk kishte asgjë për të falur. Ajo ishte vajza e tij dhe ai e donte pa kushte. Në atë moment u dëgjua zëri i një fëmije që pyeste pse mamaja po qante. Ajo qeshi mes lotëve dhe tha se ishte djali i saj. Ai kërkoi të fliste me të. Fëmia u afrua dhe e përshëndeti. Ai i tha se po qante nga gëzimi dhe se ndonjëherë njerëzit qajnë kur janë shumë të lumtur. Ai i tha fëmijës një sekret. I tha se ishte gjyshi i tij. Nga ana tjetër e linjës u dëgjua gëzim dhe habi. Vajza tjetër erdhi me vrap dhe pyeti ku ishte gjyshi. Ai u prezantua dhe ajo e pyeti nëse do të vinte t'i vizitonte. Ai tha se donte shumë t'i njihte të dy. Vajza u kthye në telefon dhe e pyeti ku ishte. Tha se donte ta përqafonte dhe t'i kërkonte falje personalisht. Moderatorja ndërhyri dhe propozoi që ata të vinin në studio për një ribashkim të drejtë për drejtë. Kur familja mbërriti, studioja shpërtheu në duartrokitje. Vajza vrapoi drejt tij dhe u përqafuan fort, sikur të donin të rikuperonin të gjitha vitet e humbura në një moment të vetëm. Fëmijët i afroheshin me ndrojtje, ndërsa ai i shikonte me sy të mbushur me lot, duke kuptuar se më në fund kishte gjetur atë që kishte humbur kur, familjen. Zëri i vajzës së vogël ishte plot entuziazëm kur ajo tha se donte ta njihte gjyshin këngëtar. Ajo tunte kokën me energji, me një buzëqeshje të pastër fëmijërore që mbushi studion me drill. Moderatorja i mori të dy fëmijët për dorë dhe i çoi drejt burrit dhe vajzës së tij, të cilët ende përqafoheshin fort, sikur të kishin frikë se momenti do të zhdukej. Me një zë të butë dhe të respektueshëm, moderatorja i tha burrit se kishte dy njerëz të vegjël që donin shumë ta njihnin gjyshin e tyre. Ai u nda ngadalë nga e bija dhe uli sy. Për herë të parë, ai pa nipërit e tij ballë për ballë. Emocioni që u shfaq në fytyrën e tij ishte i pamundur të përshkruhej me fjalë. Syt ju mbushën me lot dhe buzët i dridheshin. Djali i vogël e përshëndeti me zë të ulët dhe të ndrojtur. Burri u ul në gjunjë për të qenë në të njëjtin nivel me ta, duke i parë drejtë në sy. Ai i përshëndeti me dashuri dhe u tha se ishin edhe më të bukur nga afër se sa i kishte imagjinuar. Vajza e vogël, me spontanitetin tipik të një fëmije, ju afrua dhe i preku fytyrën me dorë. Ajo e pyeti pse po qante. Ai buzëqeshi mes lotëve dhe i shpjegoi se po qante nga lumturia. U tha se ndonjëherë edhe të rriturit qajnë kur ndihen shumë të lumtur. Vajza e pranoi këtë shpjegim si diçka krejtësisht normale dhe menjëherë e pyeti nëse do t'u këndonte. Pyetja e saj e pafajshme e bëri atë të buzëqeshte edhe më fort. Ai i pyeti nëse do të donin ta dëgjonin duke kënduar. Të dy fëmijët u përgjigjen me zë të lartë dhe të gëzuar, duke bërë që e gjithë studioja të qeshte dhe të duartrokiste. Në atë moment, një nga moderatorët sugjeroi që ai të këndonte këngën që e bija kishte dashur më shumë kur ishte e vogël. Ajo e shikoi të atin me sy plot pritje. Ai buzëqeshi dhe tha se e mbante mend shumë mirë. Ai u ngrit në këmbë dhe u zgjati duart nëpërve të tij. Ishte një këngë që kishte shënuar një epokë, një këngë që kishte shoqëruar fëmijërinë e shumë njerëzve. Kur filloi të këndonte, zëri i tij u përhap në studio i pastër dhe i fuqishëm, pa asnjë shoqërim muzikor. Por këtë herë ishte ndryshe. Ai nuk po këndonte për turmat, por për familjen e tij. Fëmijët e dëgjonin të magjepsur. Vajza e tij këndonte me zë të ulët, e përfshirë nga kujtimet e fëmijërisë. Dhe pa pritur, diçka magjike ndodhi. Publiku filloi të këndonte bashkë me të, fillimisht lehtë, pastaj gjithnjë më fort, derisa e gjithë studioja u mbush me një kor emocionues. Moderatorët, teknikët dhe publiku ishin të gjithë pjesë e atij momenti të paharrueshëm. Kur kënga përfundoi, një ovacion i fuqishëm shpërtheu. Njerëzit qanin, duartrokisnin dhe qëndronin në këmbë. Por në mes të gjithë asaj emocioni, dera anësore e studios u hap sërish. Një burr hyri me hapa të pasigurt. Ishte djali i humbur prej vitesh. Vajza e pa e para dhe e thiri me zë të dridhur.
Babai u kthye dhe pa të birin, të cilin nuk e kishte parë prej shumë kohësh. Ai ju afrua dhe i kërkoi falje, duke pranuar se kishte qenë frikacak dhe se kishte bërë gabime. Babai i hapi krahët dhe e ftoi të afrohej. Përqafimi i tyre ishte po aq i fortë dhe i sinqert sa i pari. Tani familja ishte e bashkuar. Fëmijët i shikonin me kureshtje, duke përjetuar për herë të parë një familje të plotë. Moderatorja ju afrua dhe u drejtua kamerave, duke thënë se publiku sapo kishte qenë dëshmitar i një momenti historik. Por babai kishte ende diçka për të thënë. Ai falenderoi të gjithë ata që po e shikonin, duke thënë se i kishin dhënë dhuratën më të madhe, rikthimin e familjes së tij. Ai shpjegoi se kishte mësuar një mësim të madh gjatë viteve të vështira. Kur merr një bekim, ke detyrimin ta kthesh atë në bekim për të tjerët. Ai njoftoi krijimin e një organizate që do të përdorte muzikën për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Ai ftoi artistë të njohur dhe të panjohur të bashkoheshin për të çuar shpresë, dinjitet dhe dashuri kudo ku kishte dhimbje. Në atë moment, një ekran i madh u ndes në studio, duke treguar pamje nga qytete të ndryshme, ku njerëzit këndonin të njëjtën këngë në spitale, shtëpi pleq dhe sheshe publike. I gjithë vendi ishte bashkuar nga një histori shprese. Ai i shpjegoi nipërve se njerëzit po qanin nga gëzimi, sepse kishin kujtuar se gjithmonë ekziston një mundësi për të filluar nga e para. Kur u pyet nëse do të bëhej sërish i famshëm, ai tha se gjithmonë kishte qenë i famshëm për njerëzit që kishin më shumë rëndësi, familjen. Në fund, ai u drejtua drejt për drejt çdo personi që po e shikonte. U tha se nuk kishte rëndësi sa e vështirë duke jeta. Edhe fundi i pusit mund të jetë themeli më i fortë për një fillim të ri. Pasuria e vërtet nuk është ajo që ke, por ajo që je. Suksesi i vërtet është numri i jetëve që prek pozitivisht. Fëmijët me pafajësinë e tyre e përmbyllën natën me fjalë të thjeshta por të fuqishme, duke kujtuar të gjithëve se dashuria, familja dhe shpresa janë gjërat më të rëndësishme në jetë. Dhe ndërsa studioja këndonte së bashku për herë të fundit, ai e kuptoi se nuk ishte më një njeri që kishte humbur gjithçka, por një njeri që kishte gjetur gjithçka që kishte vërtet rëndësi.